Faktikisht i bi që të largova, po jo të largova për qëllimet caktuara. Pak rëndësika, për çfarë bo biseda dje? Në qoftë se... Ma jeti që ka të së shtelina. Biseda dje, për çfarë u bo? Qo biseda? Biseda mbrëm. Ajo është të quajtur pajtim. Për çfarë u bo, në qoftë se po shikon Terezin të ndë? Si e ke Terezin të ndë? Terezin ti me kam në shpi. Që ke dhe ti? A the vendosa shikoj Terezin time dhe të largova. Mbrëm, po thoj e tjera gjëra. Çfarë po ndodh tani? Si e ke Terezin? Ne mbrëm komunikuam pa u zënë. Herë të fundit dhe kemi komunikuar duke u zënë. Ose jemi zënë, ose kemi folë me... Po jo, më munduk një tendencë për të ristabilizu. Ose jemi zënë, ose kemi folë nga atë mbetje. Më munduk një tendencë për të ristabilizu marrëdhënien. E kisha gabim. Shko, marrëdhënien, ti dhe mua mund ta ristabilizosh, por jo duke më thënë që shiko se Gerta nuk është integrate. Mbrëm. Kjo ndodhi sot, mbrëm. Po pra, sepse kjo ndodhi sot. Tani fol vetëm për mbrëm. Mbrëm si e kishe Terezin? Atëherë le të flasim për çfarë do ti të flasim. Po jo, pra se kjo ndodhi sot. Unë po të pys mbrëm. Çfarë do ndonjë gjë tjetër? Për çfarë do të flasim? Po devion tani. Jo, s'po devion. Po them që ajo që ndodhi mbrëm erdhi natyrshëm për të thënë që hey shok, si je, a je mirë, si shkojnë gjërat. Dakor? Jo, ishte më ka marrë madhë për shokun e ngushtë. Po pra. Dhe ishte tentativ, ose qëllim për, si e shoh unë, mbas jam idiot, qëllim për të pajtuar. Për të pajtuar. Po, dhe prandaj po të pyes kur